Patjetër, dhe nuk mund të them që është një grup politik i akuzuar për korrupsion. Është për të theksuar që për herë të parë në politikën shqiptare, ne po përballemi me faktin që kemi të ngritur një institucion të pavarur, i cili në mënyrë krejt të pavarur po gjykon edhe pushtetarë të funksionar shumë të lartë në shtetit. Dhe kjo besoj që është një nga arritjet më të mëdha të Partisë Socialiste. E kam fjalën pikërisht për institucionin e SPAK-ut, i cili me reformat e tij ka arritur që të shkëpus pikërisht të element. Drejtësinë t'ja japi edhe qytetarit, ose më saktë drejtësinë ta lërë në duar të drejtësisë dhe të mos janë vesh pushtetit apo të mos e lërë në dorë të pushtetarëve. Për të parën herë ndodh kjo gjë në vendin tonë. Nuk jam unë për të bërë gjykimin, patjetër, jemi akoma në atë pozicionin për të parë se çfarë do të ndodhi, por unë si besimtare, sigurisht që vi për t'i dhënë popullit shqiptar këtë element. Besimtari jo vetëm që nuk diskutohet të preki atë që është pronë publike, se ne shikojmë si amanet pronën publike, përgjegjësi detyrën për të marrë. Dhe unë patjetër për këtë zotohem para të gjithëve që çfarë është në përgjegjësinë time dhe në tagrin tim si pozicion nesër, si deputet nesër, çfarë do lloj pozicioni që unë të kem, jo të prekim, ne as nuk gënjejmë. Jo, problemi nuk është me ju, problemi është a do t'jeni nesër të aftë të denonconi për shumë kolegun. Po nëse nuk vinë individ nga radhë të tilla, të cilat e shikojnë pozicionin e tyre me të tillë përgjegjëshmëri, atëherë a mundemi ne të pretendojmë për ta ndryshuar për mirë gjithë të sistemin dhe mekanizmin e madh? Është rrugë e gjatë pa diskutim, po unë jam për të dhënë atë të mirën time dhe për ndryshuar gradualisht brenda rrethit i faktit. Nuk është punë stigmatizimi në rast në listën e deputetëve. Ka gjëra që ka për të ndryshuar dhe për të rregulluar pa diskutim që po në të njëjtën kohë ka shumë element dhe ka shumë vlera me të cilat unë gjej veten tek kjo organizatë e Partia Socialiste. Jam dakord që kështu që kushdo që prek ligjin, unë besoj kushdo që praktikisht, kushdo që prek ligjin, patjetër që do të marrë atë pjesën që ligji përcakton. Praktikisht, jo vetëm kjo, po ke pjesën ti ke kandidat që janë aktualisht në hetim. Domethënë në listën e kandidatëve të PS-s. Për Tiranën flas. Po nuk është përgjegjësia ime, nuk është as përgjegjësia ime. Pra, në kuadrin e një besimtari në të cilën të futesh në informacion i cili është Po kjo ka ndodhur në të dyja palët e partive të mëdha. Ka dhe parti tjera. Tuk, ndoshta këtu ishte pyetja, pse nuk zgjohet jashtë. Është shumë e rëndësishme cilat vlera gjej unë që përfaqësoj veten time, kështu që unë i drejtohem orientimit dhe filozofisë politike. Pastaj individët janë ata që përcjellin. Po filozofia politike PS-s kush është? Po kemi drejtësinë sociale pa diskutim, kemi lirinë. Sidomos liria është ajo gjë për cilën unë jam shumë tema që i pëlqen më shumë Endrit, por nuk e shem duket, nuk e shet e PS-s. Drejtësia sociale të PS-s. Sidomos pjesa e lirisë është ajo gjë për cilën vi si individ, sepse vi edhe nga një shkuarje personale që dua ta theksoj me forcë. Birgit, pse është stigmatizim shumë i madh kjo që po bën Endri? Unë besoj, nuk ka asnjë sakilegj, nuk ka asnjë mëkat që ti të besosh tek një forcë politike. Dhe absolutisht që nuk mund të themi që të gjithë, pavarësisht se përgjegjësia është individuale e çdo kujt, mëkat është që ti pastaj të pengosh sistemin të reagojë ndaj atyre dyshimeve që mund të ketë ndaj personave të cilët mund të kenë kryer. Pra, ose korrupsion, ose akte tjera të cilat mund dënohen nga qoftë janë dënuara moralisht, qoftë janë dënuara në aspektin ligjor. Por që 800.000 shqiptarë, sepse me këtë logjik, pra nëse unë mundohem të deduktoj pak edhe pyetjen që ju i drejtuat të lirës, pra i bie që automatikisht dhe 800.000 shqiptarë ti asociosh me të njëjtën të korrupsionit. Pra kjo nuk është e drejtë. Sepse nuk ka asnjë gabim që unë besoj tek një forcë. Kjo që sapo bëhet është një argument i cili është i pavlefshëm sepse edhe në Gjermani votuan i tjerë për të ardhur në pushtet, por nuk mund të thuash që gjysma e gjermanëve ishin nazistë. Po jo. Nuk është e njëjta gjë tani. Jo, është e njëjta gjë. Sapo përmendët faktin që përmendët votat dhe Hitleri mori 30 milion vota. Tani do thuash që ishin gjithë ata që votuan ishin nazistë? Nuk është e njëjta gjë. Po si jemi të njëjtat kushte. Nuk po flasim për argumenti është po i njëjti. Po jo, po argumenti mund të jetë i njëjti, po i referohet dy figurave të ndryshme, i referohet dy kohëve të rëndësishme. Justifikimi ishte po i njëjti. Domethënë, derisa mori 800.000 vota, nëse ne i hym për të justifikuar, pra një tezë që ne ngrejmë apo një pyetje apo për të lidhur
një dyshim që çdo kush mund ta ketë lidhur me një figurë politike apo përfshirë në politik, mua nuk më duket i drejtë. Argumenta mund të përdorim sa dush, ti mund të sjellësh sepse politika kuptohet, ti përfaqëson, pra çdo kush mund të përfaqësojë një kauzë politike, mund ta përdorë atë kauzë politike për të maksimizuar votat dhe për të mbajtur pushtetin, dhe pastaj ti kur e analizon i sjell këto elemente që lidhen qoftë me Hitlerin apo me dikë tjetër. Okej, merremi në terrenin shqiptar. Me dy figura dhe me realitetin shqiptar. Tani, përgjegjësia dhe mëkati është nëse ti pengon organet e drejtësisë për të bërë punën e tyre. Pastaj përgjegjësia individuale dhe përgjegjësia me drejtësinë dhe në raport me drejtësinë, me qytetarët dhe me çdo tjetër, është individuale secilit prej nesh. Pra, është individuale imi, është individuale e Lirës, është individuale edhe atyre cilët kanë patur shansin për që në atë pozicion. Dhe sot mund të ketë një akuzë, mund të ketë një dyshim, mund të jenë persona në hetim, secili le të marrë përgjegjësi. Pra, ky është qëndrimi, ky është standard. Më thuaj një forcë politike përpara tani se po ta sjell në aktualitetin shqiptar, që ka patur këtë qëndrimi që mund të ketë patur Partia Socialiste ndaj çdo kujt që është akuzuar. Nëse ka patur një dyshim, direkt qeveria mbronte dhe forca politike mbronte personin i cili dyshohej. Lema kur bëj fjalë pastaj për hetime apo për të marrë pandehur një person i cili është në pozicion apo në krye detyrë. Të lutem Endri sa ta ne duhet të vlerësojmë dhe qëndrime që mban një forcë politike ndaj një mekanizmi i cili merret me korrupsionin dhe me krimin organizuar. Dhe kushdo pastaj në fund ditës le të marrë. Kjo është qëndrim tepër i qartë edhe nga ana ime personale dhe nga ana e Lirës, që qëndrimi përballë drejtësisë është personal i gjithë secilit. Okej. Vetëm një sekond pastaj Endri, pastaj